Mirëmbrëma dhe mirëserdhët në një edicion tjetër të emisionit ton Bashkimi Evropian dhe ne. Në një periudhë kur Maqedonia e Veriut po kërkon partneritete strategjike për të përshpejtuar zhvillimin infrastrukturor dhe rrugën drejt integrimit evropian, një marrëveshje e re me Mbretërinë e Bashkuar ka tërhequr vëmendjen publike. Çfarë përmban marrëveshja 6 miliardësh me Londrën? Si përkthehet në projekte konkrete për qytetarët dhe cilat janë pritshmëritë për korridorin 8 dhe rrugën Tetov-Prizren? Në emisionin ton sonte flasim me zëvendës ministren e transportit dhe lidhjeve, zonjën Kaltrina Zekolli Shaqiri. Mirë se erdhe, zonja Kaltrin. Përshëndetje Nora, mirë se të gjetat, faleminderit për ftesën. Kënaqësi. Siç e përmenda pak më herët, do të kishim filluar me një aktualitet i cili ditëve të fundit ka bërë bujë në media, por gjithashtu edhe ka nxitur edhe të themat interesin e qytetarëve se çka përfshin dhe si është komentuar. Do doja fillimisht të më tregoni se cilat janë ato komponentat kryesore, duke u fokusuar në cilat pjesë më shumë do të fokusohet kjo marrëveshje dhe si do të përkthehen ato në projekte konkrete për qytetarët tanë. Po, është një moment historik padyshim për vendin tonë, është një prej shumave më të mëdha që ndonjëherë kemi marrur si financim, vjen nga një fuqi në të gjitha anët globale që është qoftë politike, ekonomike, energjetike, kështu me radhë, siç është Mbretëria e Bashkuar. Këto mjete do të dedikohen për projekte që janë strategjike për të përmirësuar cilësinë e jetesës së qytetarëve tanë. Ajo që duhet të theksohet është që këto nuk do të shfrytëzohen të gjithat për një herë, por do të kemi një fond të veçantë që do të jetë në Mbretërinë e Bashkuar, në qeverinë e tyre, dhe ne mandej do t'i marrim në bazë të nevojës, në bazë të projekteve prioritare që ne i përcaktojmë si qeveri. Në bazë të asaj që përmende se cilat do t'jenë projektet prioritare, padyshim që kemi bë një ranglistë dhe këtu si e para hyn ndërtimi i ri i spitalit të Kërçovës, dhe dim që kjo është një temë që e kemi dëgjuar shumë herë dhe për fat të keq nga qeveria e kaluar nuk u bë asgjë me dekadat e tëra, dhe ne tani për pak muaj në qeverisje po arrim që të ndërtojmë një spital të ri, duke vazhduar me projektin e dytë që ka të bëjë me rikonstruimin e spitalit të Tetovës, edhe ky me një përvojë shumë të hidhur, me një rast tragjik që ndodhi aty, ku humbën jetën shumë njerëz dhe dhimbjen dhe pasojat e dhimbjes ende po i bartin familjarët e tyre për shkak të kushteve jo adekuate dhe manipulimeve që u bën në atë spital. Ne tani po bëjmë rikonstruim, rindërtim të spitalit për t'ju mundësuar qytetarëve të asaj ane të kenë shëndetësi cilësore dhe atë që meritojnë, po dhe me këtë do të bëhet edhe shkarkimi i klinikës universitare në Shkup dhe qytetarët nuk do kenë nevojë të udhtojnë me orë të tëra dhe të presin gjatë në sportelet e spitalit. Përveç kësaj, nuk kemi bë dallime do të thotë të projekteve nëse në cilin rajon bëhet, padyshim do kemi edhe rikonstruimin e spitalit të Shtipit, pastaj kemi linjën hekurudhore që do bëhet Tabanoc Xhevxheli, ndërtimin e fakultetit të mjekësisë, ndërtimin ose rikonstruimin e shtëpisë të studentëve në Shtip e kështu me radhë, do thotë projekte që në çdo rajon të vendit tonë do ta përmirësojnë dukshëm jetën e qytetarëve tanë. Projekte premtuese, të cilat shpresojmë se do të realizohen, pasi që qytetarët vazhdimisht janë skeptik se si do të shpenzohen dhe si do të realizohen të gjitha. A është përcaktuar, fillimisht do doja të di ndonjë kalendar kohor i cili do të përcaktonte edhe realizimin e të gjitha projekteve? Padyshim që po, sepse kemi të bëjmë me fonde të huaja, kështu që gjithçka është shumë paraprakisht e ditur. Do kemi nënshkrimin e marrëveshjeve në periudhën e stinës së verës, tani këto muajt në vijim, për të filluar me realizimin e punimeve në vjeshtën e vonë dhe prioritetet në bazë të projekteve ti përmenda pak më parë, por edhe për çdo ecuri dhe çdo realizim të projektit ose fazë të realizimit të projektit, qytetarët padyshim që do të jenë të informuar. Si e vlerësoni këtë partneritet në raport me angazhimet e vendit tonë drejt integrimeve evropiane, pasi që qytetarët tanë ndoshta edhe do të pyesnin se çka është e ndërlidhur kur Mbretëria e Bashkuar nuk është edhe pjesë e Bashkimit Evropian, por si do të ndikonin dhe si do të ndikonte ky partneritet në zhvillimin e integrimeve evropiane, në ecurinë e tyre? Unë mendoj
që ky partneritet nuk ka diçka negative për tu parë, unë mendoj që është një vlerë e shtuar, unë mendoj që është një përforcim i vendit tonë, një zhvillim më të qëndrueshëm të vendit tonë, të gjitha këto mjete, do të secila euro ose domethënë nga këto mjete do të jetë e destinuar për qytetarët, do të jetë një rrugë shumë transparente, shumë objektive dhe unë mendoj që kjo patjetër që do të na afron drejt shtëpisë së madhe europiane. Unë mendoj që do të na pozicionon më mirë në familjen ndërkombëtare, por edhe gjithashtu do ta kthen edhe besimin e qytetarëve kur shohin që neve po afrohemi drejt atyre kushteve të cilat na kërkon Bashkimi Evropian që t'i plotësojmë si kusht për të hyrë në derën e madhe europiane. Do doja pak të kalonim edhe në një temë e cila mbetet aktuale me vitet e tëra, Korridori 8 dhe pozicioni strategjik të cilin e ka ai, deri në çfarë faze jemi, zonja zëvendës ministre? Nora, Korridori 8 më është bërë kështu si rutinë, unë shkoj shpesh e vizitoj dhe më pëlqen ajo pjesë, edhe pse me profesion jam juriste, po disi tash ka fillu të më pëlqen kjo pjesa e infrastrukturës, inxhinierisë, arkitekturës dhe isha edhe para 2-3 ditëve në teren, pikërisht në segmentet e korridorit, sepse kemi një bashkëpunim shumë të mirë me të gjithë aktorët që janë të kyçur në ndërtimin e këtij korridori, qoftë në takime brenda ministrore, në takime zyrtare me ministrin, me përfaqësuesit që janë realizuesit e punimeve Bechtel-Enka, por edhe me të punësuarit atje që janë që më presin me shumë kënaqësi për të më treguar se si po ecin punimet. Ashtu kemi shumë segmente, secili segment zhvillohet në mënyrë të ndryshme, por të gjitha mund të them që janë në fazë shumë të avancuar dhe vërtet domethënë punohet me intensitet të plot, këtë e tham me shumë sinqeritet. Në pjesën e parë që është Tetov Gosivar, para disa jave neve dhe promovuam fillimin e punimeve për autostradën e re, që është një hap shumë i madh dhe shumë i rëndësishëm, për bëhet fjalë për një autostradë 17 kilometrëshe, e cila do të kushton 90 milion euro, e cila duhet të përfundohet për 2 vite e gjysmë, tani po hapet terren për ta devijuar trafikun, mos të krijohet domethënë dëmshmëri e realizimit derisa të realizohen punimet në pjesën Gostivar Bukojçan, ku edhe isha në segmentin e dytë, aty po bëhen ndërtimi i trajeve për urat, i pashat e vet trajet, bëhen për urat 5 dhe urën 7, domethënë kjo është informat teknike që ma dhanë aty punëtorët, dhe punohet me intensitet të plot dhe në pjesën mandej të fundit që është Bukojçan Struk, në fakt aty po bëhet pjesa e tenderimit dhe Kërçov Ohër. Punimet janë shumë intensive, tash në muajin qershor do të lëshohen 40 kilometrësh i parë prej Vërbjani deri në Ohër. Avancimi tjetër që e kemi bërë është përparimi është se e kemi hasur gjithë këtë korridor me vetëm 500 prona të ekspropriuara nga qeverisja jonë, tani kemi arritur të ekspropriojmë ose shpronsojmë 2500 prona, nga gjithsej 3566 që kanë mbetur vetëm edhe pak janë në procedurë sipër për ta lehtësuar pjesën juridike. Kemi edhe një tematikë mjaft të përfolur dhe që na tangon të gjithëve, është rruga e Bllacës, ajo që na lidh me Kosovën, që një kohë të gjatë mbetet edhe si lidhje strategjike, mirë po nga ana tjetër edhe ngelen punimet. Çka do të bëhet këtu, në këtë segment? Secili ti ke lidhshmëri me Strugën nëse nuk gabohem, kështu që besoj gjatë udhëtimeve të shpeshta je edhe vetë personalisht e ke vërejtë se sa domethënë ato punim janë stërzgjatur dhe ajo rrugë është bërë shumë e mundimshme. Nga ana tjetër, këta që kanë lidhshmëri me Kosovën më thonë po Kaltrina kur këndej do bëhen, edhe unë mundohem që me në gjitha anët tani kemi Tetov Prizren, edhe ata domethënë të gjithë janë projekte shumë të zgjatura dhe me drejt tani më durimi është në fund edhe sikur na ka mbet neve që sa më shpejt të ecim. Se përket Shkubllat, do të më duhet të jem pak subjektive, duke qenë edhe vetë nga Kosova, nuk duhet të jem si zëvendës ministre tallën, po them kështu që me të vërtetë e frekuentoj edhe vetë shumë shpesh, në lidhshmëria me Kosovën është e pashmangshme, kështu që e kam shumë për zemër ta ecim para këtë projekt, personalisht. Përveç tjerave që s'dua domethënë të jem subjektive, po kemi tani hapjen e tenderimit në muajin qershor, edhe nuk dua të shpalos informata, nuk më pëlqen pa ardhur momenti, po mendoj që kemi gjetur një zgjidhje shumë të shpejtë për rrugën Shkubllat dhe kjo temë besoj që shumë shpejt do të jetë temë pozitive që do ta përmendim për punë të mira dhe realizim shumë të shpejtë të punimeve dhe do të na afron edhe më shumë me Kosovën tonë të dashur. Shpresoj se në emisionin e radhës me këtë premtim edhe do të flasim për diçka konkrete në këtë drejtim.
Si sigurohet borxhi eventual, për shembull kur kthehemi tek Mbretëria e Bashkuar dhe projektet të cilat do t'i marrim, por edhe borxhet eventuale të cilat merren pikërisht për këto projekte të cilat kanë filluar dhe transparenca për qytetarët, pasi që jemi skeptik, çdo herë dyshojmë se ndodh diçka dhe fshihet diçka prapa të gjitha projekteve, ndoshta ndonjë përvojë e hidhur e asaj që kemi kaluar, por të doja të di pikërisht njëherë për këto borxhin që kemi marrë nga Mbretëria e Bashkuar, si do të sigurohet një transparencë tek qytetarët, që t'jenë sa më afër asaj që shpenzohet dhe borxhit të cilin do ta kthejmë. Skepticizmi është shumë e vend edhe shumë i arsyetuar nga ana qytetarëve. Fatkeqësisht edhe si qytetare e thjesht kur fare nuk kam patur një funksion politik, kur kam parë që njerëzit më të besueshëm nga prokuroria e tjerë, tek të cilët sytë kemi patur të gjithë se do të na përmirësojnë diçka dhe ju kemi besuar verbërisht, ata na kanë zhgënjur dhe sot janë në burgje, domethënë janë të arrestuar e kështu me radhë, numri i tyre veç po vjen duke u rrit. Transparenca do jetë e plotë. Pse them kështu? Sepse nga takimi që u bën në Mbretërinë e Bashkuar para disa ditëve nga krerët shtetëror, nga kryeministri, zëvendës kryeministra, ministra e kështu me radhë, gjithçka ishte transparente. Kemi të bëjmë edhe me një fuqi botërore, siç është Mbretëria e Bashkuar, kështu që patjetër që duhet ju mbajmë edhe standardeve që ata kërkojnë. Do jetë gjithçka transparente, e kapshme për media, për qytetarët, për të gjithë në momentin që fillon finalizimi ose përfundon pjesa operative e marrëveshjeve. Patjetër që kemi dhe filtrat para kuvendit, raportet periodike para kuvendit dhe para publikut, kështu që në kohë do janë të informuar të gjithë dhe do shohin se gjithçka do jetë e monitoruar dhe mbikëqyrur jo vetëm nga ne, por edhe nga persona që janë të angazhuar specialisht për këtë transparencë të nevojshme. Kjo edhe pak ishte një pyetje për shkak të reagimeve të shumta dhe të opozitës, e cila vazhdimisht edhe kritikonte transparencën, por nga ana tjetër të thash, domethënë është edhe një përvojë ndoshta jo edhe këndshme, të cilën do doja të kalojmë edhe tek pjesa tjetër e cila na tangon, e përmende pak më herët. E kemi dëgjuar në deklaratat tuaja vazhdimisht rrugën Tetov-Prizren. Si do të ndihmonte qytetarët një hapje rrugës së tillë dhe si do të ndihmonte ekonominë e vendit dhe zhvillimin në sfera tjera në veçantë? Rruga Tetov-Prizren është një prej atyre projekteve të cilet i hasa kur fillova punën në një gjendje të heshtur, dokumentin një memorandum i cili ishte nënshkruar, por ishte i fjetur, nuk ishte ndërmarr asnjë hap nga ajo çfarë ishte paraparë në atë marrëveshje dhe u angazhova personalisht shumë intensivisht për ta jetësuar, për ta venduar prapë në lëvizje. Nga këto 10 muaj që jam në këtë funksion, më duket se 3-4 herë jemi takuar me ministrin Aliu, me zëvendës ministrin Durmishi dhe ministri ishte në Prizren e kështu me radhë, domethënë kemi patur koordinim, janë të ndara mjetet në buxhetin për vitin 2025 në rrugët shtetërore, në institucionin e rrugëve shtetërore, ndërmarrjen publike rrugët shtetërore, kështu që kemi 145 milion denar të ndara për projektim. Çfarë bëm neve? Krijuam grupet punuese nga Kosova, ato emra janë të ditur, formuam grupin punues nga Maqedonia e Veriut, në atë grup punues jam unë, janë përfaqësues të Ministrisë së Transportit, të Ministrisë së Mjedisit jetësor dhe planifikimit hapësinor dhe të ndërmarrjes publike rrugët shtetërore. Çka na ka mbetur tani të bëjmë është faza e projektimit. Kjo këtu ka ngecur vetëm për arsye të ngërçit politik që kemi në Kosovë, po presim që qeveria e tyre të formohet dhe ne të vazhdojmë me punë. Por kur mjetet janë, buxheti është i siguruar, unë mendoj që pengesa tjera nuk duhet të ketë. Pavarësisht të ngërçit politik në Kosovë, me siguri se deri më tani si janë zhvilluar në fazat të caktuara realizimi i punimeve në këtë drejtim, jo punimeve në teren, por flasim për strukturimin e punimeve, grupacioneve. Më thoni ja ka pas vullnet nga pala kosovare që të përshpejtohet e gjithë dhe sa është vullneti i tyre, i shteteve tjera në projektimin për shembull për vazhdimin e projekteve të cilat i përmendëm. Koridori 8, ku flitet për Shqipërinë dhe Bullgarinë, deri ku është interesi vetë shteteve, si dhe Kosovës, autoriteteve kosovare në drejtim të realizimit të rrugës Tetov-Prizren. Kemi raporte të shkëlqyeshme me qeverinë
kosovare, këtë kemi dëshmuar edhe në muajve të kaluar me takimet që kemi patur ndërqeveritare dhe kontaktin e vazhdueshëm ditor që e kemi. Kjo është win-win situatë, të me thënë është në të dy anët profitabile dhe përfituese në kuptimin që do të bëhet zhvillimi i turizmit. Mali Shark ka bukuritë e tija natyrore, gjithashtu ande i manën e Prizrenit, kështu që mendoj që kjo do ta zhvillon edhe më shumë turizmin, por edhe nga ana tjetër këtu në këtë pjesën e të dy anët e Sharrit kemi korporata të mëdha ekonomike të cilat funksionojnë dhe veprojnë, edhe unë mendoj që me këtë hapje të kësaj rruge, të këtij aksi rrugor, ato dhe do të përforcohen, do të zhvillohet tregtia, shkëmbimi i mallrave e kështu me radhë, kështu që nuk shoh dëm, por vetëm anë pozitive të realizimit të këtij projekti. Por në korridorin 8, kur flasim për korridorin 8, do shta edhe mosmarrveshjet me Bullgarinë kanë krijuar, keni një lehtësim në segmentet të caktuara, duke ndarë ato politike dhe duke i avansuar projektet të cilat kanë të bëjnë me infrastrukturën, që janë në dobi të dy shteteve? Raportet rajonale, raportet fshinësore janë shumë të rëndësishme për vetë zhvillimin tonë të qëndrueshëm dhe unë mendoj që e kemi dojemos të koridoritet që ne të bashkëpunojmë dhe të ndërveprojmë, pat ose nuk pat ndonjë vullnet politik, do thoja kështu, patjetër që këtu kemi partnerët tanë strategjik që na ndihmojnë për të kaluar ato ngërçe që mund të ndodhin. Unë para disa ditësh isha në Beograd, kishte një takim ministror atje, përfaqësoja shtetin ton dhe këtu edhe diskutonim, kishte edhe koordinatori për Europian për koridorin 8 për Ballkanin perëndimor, zotri Marinescu, me cilin zhvillova një takim dhe po bisedonim pikërisht për pjesën e tunelit të përbashkët që na lidh me Bullgarinë dhe deri tani në aspekt të themi të pjesëve teknike për mjedisin, gjërave teknike që kemi patur kontakt me Bullgarinë, nuk kemi patur asnjë problem, gjithçka është realizuar në mënyrën më të mirë të mundshme, kemi marrë informata, kemi shkëmbyer informata, tash ka mbetur kjo pjesa e kofinansimit që është tuneli. Këtu do të thotë patjetër që do të tejkalohet edhe ky moment, edhe do të ulemi shumë shpejt të gjejmë një rrugë dhe një gjuhë të përbashkët. Kemi gjithashtu edhe premtime në aspektin e zhvillimit të transportit hekurudhor, krahas atij rrugor. Çka do të na thoni diçka më shumë në lidhje në këtë drejtim, pasi që kemi pas një transport hekurudhor i cili ka qenë shumë funksional dhe për një kohë të caktuar, e dim se si u zhvilluan punët, mirë po sido që tjetë ajo lidhje mbetet e rëndësishme dhe shumë kyçe për edhe ndërlidhjen evropiane, ndoshta apo Evropës me vendet e Ballkanit perëndimor. Është e vërtetë që transporti hekurudhor është në gjendje të mjerueshme, për atë që ka po e dëshmoj tani se sa më shumë po marr pjesë në konferencat të ndryshme, për shoh që nuk është problematik vetëm e jona, por kjo në gjithë Ballkanin pak është në gjendje të tillë. Për shembull me Shqipërinë në aspektin e infrastrukturës rrugore, po ecim para, po punojnë dy anët, por në aspektin hekurudhor edhe atje ka ngjecje edhe nga ana jon, por mund të them që një energji të madhe si ministri e kemi shkarkuar në pjesën e hekurudhave, duke siguruar mjete për paga për punëtorët, të cilët i kemi gjetur shumë muaj pa pagesë, por dhe gjendjet infrastrukturore të vendit ku ata punojnë dhe veprojnë ishin të mjerueshme dhe nuk i ngjanin një vendi pune. Kështu që edhe kjo duhet të përmendet nga baza të fillohet, e lene më për ndërtimin e hekurudhave që do na lidhin me vende tjera ose brenda Maqedonisë. Ne veleshuam vetëm se më një linjë hekurudhore, tani edhe po tentojmë të lëshojmë edhe linja tjera në vitin 2025, të ndahen fonde më shumë, që pak të fuqizohemi në atë pjesë, kështu që, por edhe me Bashkimin Evropian, në konferencat që po i kemi si një komunitet i transportit që quhet kështu, po shohim që sa më shumë, do me thënë, të përthithim, të marrim kredi, grante të ndryshme që të fuqizohemi dhe të përmirësojmë pak gjendjen infrastrukturore në aspektin e hekurudhave. Kjo një është me Bullgarinë që përmenda, do thotë kjo ka të bëjë me linjën e hekurudhave, këtu ku e kemi pak diskutabile dhe po mundohemi që ta tejkalojmë. Keni avancime dhe në mjaft projekte të cilat janë premtuese dhe gjithashtu të cilat janë promovuar edhe në aspektin e transportit ajror, që ndihmon shumë në këtë drejtim. A do të doni të ndanit me qytetarët disa nga projektet të cilat janë të rëndësishme në këtë fazë? Po, kemi atëherë po zhvillohemi edhe në aspektin e aviacionit. Para disa ditësh ishim edhe në përurimin e 15 viteve TAV Maqedoni.
ku edhe ministri tregoi që para gjithëve publiku që 11 linja për 11 muaj janë lëshuar linja të reja, madje disa linja janë lëshuar dhe më herët se sa që janë premtuar që do të lëshohen, kjo që do t'i ndihmon studentët që të udhëtojnë studentët tanë ta shohin botën, ta kenë më afër, të mund të shkëmbejnë përvojat e tyre, të afërmit tanë të vinë sa më shpejt e sa më lehtë në shtëpinë e tyre, por dhe ne pse jo ta shohim botën për çdo mundësi që na troket në derë. Gjithashtu kemi ndarë edhe buxhet për përmirësimin e pikës së aeroportit në Ohër, ku do të bëhet rikonstruimi i asaj pike, dhe së shpejti që prap nuk dua ta shpalosi dhe mendoj që duhet të presim tamam të nënshkruhet marrëveshja, po shohim mundësi të reja me TAV-in që ta përforcojmë ose ta rrisim numrin e linjave që do ta lidh Maqedoninë e Veriut me botën. Do doja të dalim edhe në një pjesë mjaft të rëndësishme për qytetarët dhe jetën tonë të përditshme me qenjen e tyre. Si është bashkëpunimi mes pushtetit qendror dhe pushtetit lokal në aspektin padyshim të infrastrukturor? Se shoh keni aktivitete të ndryshme në lidhje me pushtetin lokal apo me kryetarët e komunave dhe qytetarët, si zhvillohen të gjitha ato ndërlidhjet dhe si bashkëpunon pushteti qendror në këtë drejtim me pushtetin lokal? Një prej shtyllave kryesore tona ka qenë decentralizimi dhe këtë kemi marrë me seriozitet dhe po e realizojmë. Madje mund të them që është fokusi kryesor, është përveç korridoreve si projekte strategjike, është edhe kjo pjesa e decentralizimit të pushtetit lokal. Pushteti lokal shumë vite me radhë ka qenë në një ngërç të plot, duart i ka patur të lidhura, edhe me problematikën që kemi me qytetin e Shkupit, për të cilën duhet të flasim haptazi, që me të vërtet ekziston një mos koordinim, një mos bashkëpunim dhe qyteti i Shkupit është bërë një pronë private që askush nuk mundet të kryejë një shërbim që është për interes të përgjithshëm. Kështu që si qeveri kemi patur thirrjen e parë, në të cilën të gjitha komunat kanë mund të aplikojnë për projekte që ato mendojnë dhe vlerësojnë përmes Ministrisë përveç qeverisë lokale, mandej të njëjtat janë deleguar nëpër ministritë që i ka takuar. Për shembull, në Ministrinë e Transportit kanë ardhur të gjitha ato projekte që kanë të bëjnë me infrastrukturën. Kjo është bërë në mënyrë proporcionale në bazë të numrit të banorëve, nevojave të cilat ata banori kanë, pikave më të kritike që i kanë në zhvillimin e tyre infrastrukturor dhe jo vetëm, e kështu me radhë. Tani kemi edhe thirrjen e dytë, patën mundësinë tani të aplikojnë, është mbyllur, kanë aplikuar. Për momentin nuk kam një numër të saktë sepse numri gjithmonë ka ndryshuar, sado që përmes komisionit e kam përcjellur dhe e kam pasur si është, domethënë numri total, po dhe në komunat shqiptare sa ka patur interesim, dhe unë shoh se secila komunë e ka shfrytzuar këtë mundësi dhe ka aplikuar, pasi që këto mjete, domethënë nëse i lajm komunat që të realizojnë projekte me buxhetin e tyre, ato nuk do arrinin të bëjnë asgjë, sepse aq kanë kapacitet. Por kur ju jep një stimulim qeveria, ato patjetër se do ngriten në këmbë, dhe kjo është vetëm fillimi. Për të 10 muaj ato kanë marrë 2 thirrje dhe kanë marrë mjete që mendoj se do kenë projekte për të realizuar muajt në vijim. Do të rikthehem prapë se më ndërlidhet njëra nga pyetjet gjithashtu me marrëveshjen me Mbretërinë e Bashkuar. Si do të mund të aplikojnë? Kush mundet të aplikon? Vetëm kompanitë, pasi që kryesisht janë të fokusuar edhe me sa di edhe mjetet për fuqizimin e kompanive, ekonomisë vendore. Mirë po nga ana tjetër, kush mundet të aplikojë dhe cilat janë format apo çka duhet të plotësojnë ata për të qenë pjesë, për të marrë një pjesë të fondeve për të realizuar projektet e tyre? E gjitha kjo është të përpiluar në një formë shumë të qëndrueshme fiskale, duke mos bërë dëme në vendin tonë, po përkundrazi duke i fuqizuar edhe kompanitë vendore, dhe to mjete do thotë nuk përthithen të gjitha për një herë. Varësisht siç thash në fillim të projektit, atë sa na duhen, miren, realizohet projekti. Kthimi i mjeteve bëhet pas realizimit të projektit dhe kur projekti fillon të jep fryte ose përfitim nga ai projekt që kemi realizuar. Gjithashtu mund të them që nga interesi, niveli interesi do të jetë më i vogël nëse krahasohet me çdo marrëveshje paraprake që deri tani kemi patur. Do thotë kjo është një farë lloj investimi që ka të bëjë me zhvillimin dhe jo me konsumin, prandaj dhe kushtet janë kaq të përshtatshme. Sa i përket mandej kompanive, patjetër që duhet të përgjithim kompanitë të cilat kanë cilësi,
të cilat i plotësojnë kushtet. E dini se tani edhe me rastin e Koçanit ne bëm një filtrim të mirë që i përket kompanive të vendit për t'i vedisuar ata dhe për të treguar seriozitet se me të vërtet të gjithë jemi të barabartë para ligjit dhe nuk guxojmë, nuk tolerojmë, vendi jonë më nuk guxon të toleron tragjedi të tilla sepse u bën të tepërta, kështu që kompanitë të cilat janë stabile, kompanitë të cilat plotësojnë kushtet, kanë të punësuar profesionist, adekuat, por edhe që i kanë të gjitha standardet evropiane në veprimtarinë e tyre. Kjo do të thotë nuk është që vetëm do të bën zhvillimin e vendit, por edhe do t'i specializon ata, do t'i ngrit ata në nivel evropian duke patur mbikëqyrës britanes. Ata do t'jenë agjenci britaneze të cilet ne do t'i përzgjedhim, edhe do t'vjen një auditor i pavarur i cili do të mbikëqyr gjithë këtë proces. Do të doja gjithashtu kur përmendet edhe normat e interesit të cilat janë të ulta, mirë po nga ana tjetër paraqitet edhe një shqetësim tek qytetarët. Realisht vazhdimisht diskutohet çështja e nëse kemi një borxh dhe futemi në një borxh tjetër, do të thënë është një borxh të cilën e paguajnë realisht qytetarët dhe janë të brengosur në këtë drejtim, cilat do të ishin përmende disa, por ndoshta në mënyrë pak më të thjeshtësuar, cilat do të ishim beneficionet e drejt për drejta për qytetarët nga marrëveshjet e tilla, në aspektin e zhvillimit ekonomik apo në mirëqenien sociale, pse jo? Do ta them shumë shkurt, do me thënë se pari transparenca do jetë. Ata do të jenë të informuar për çdo hap. Këtë e them me përgjegjësi të plotë se do të dinë se ku shkojnë ato mjete. E dyta, do bëhet fjalë për projekte të cilat ata me shumë kënaqësi do t'i mirëpresin. Kjo është vetëm fillimi që i përmenda, po sa do ketë tjera që do t'u lehtësojnë jetesën atyre, do t'i kursen ata. Edhe në aspekt financiar ata do të kursejnë kur të kenë decentralizim, kur të kenë spitalin në afërsi të shtëpisë të tyre, kur do kenë një shtëpi të studentëve ku fëmiu i tij do të ketë kushte të denja për të kryer studimet e tij, e kështu me radhë. Këto janë vetëm fillimi, do ta përmirësojnë gjendjen infrastrukturore, sociale e kështu me radhë. Pjesa tjetër mandej që do të jepet mundësi kompanive të shumta. Aty do të kemi punësime të reja, do të kompanitë të cilat do të rriten, do të zhvillohen, do të njihen botërisht e kështu me radhë, kështu që unë nuk shoh dëm dhe padyshim siç përmenda, nuk është se interesi do jetë i lartë, por dhe nuk do paguhet tani, por do paguhet kur do të fillon të ketë përfitim nga i projekt dhe mandej ato mjete patjetër që do të kthehen, por nuk do ketë një dëmtim të buxhetit të vendit tonë. O bëra dhe ekonomista. Po, ishte shumë e rëndësishme që t'ja u thjeshtësojmë pak qytetarëve për punën se shpesh e diskutojmë edhe çështjen e mungesës së evropianizimit të qytetarëve apo edhe aktorëve politik, pse jo, apo mediave në vend. Ndoshta mungesa e një evropianizimi që nuk i shfrytëzojmë ato beneficionet dhe për të shku përpara ndoshta edhe na pengon që t'jemi pjesë e proceseve në shumë segmente, duke përfshirë edhe mediat këtu. Si harmonizohen projektet infrastrukturore të vendit me politikat dhe standardet e Bashkimit Evropian, dhe veçanërisht ato që lidhen me rrjetin transevropian të transportit? Po, çdo projekt që ka të bën me rrjetin transevropian të transportit TEN-T, për të cilin prapë në Beograd u diskutua shumë do të thotë në takimet ministrore. Kjo është një familje e madhe e komunitetit të transportit ku çdo projekt filtrohet, diskutohet, shikohet që t'i plotëson standardet, monitorohet, mbikëqyret nga Komisioni Evropian, kështu që patjetër që gjitha këto projekte neve na fuqizojnë duke na njohur edhe vende tjera më të fuqishme, duke na i hapur dyer për të mund të përfituar edhe më shumë, edhe nga vende tjera të cilat duan të investojnë, duan të ndihmojnë Maqedoninë, kështu që unë mendoj se kjo është një mënyrë për të ecur para në familjen evropiane. Unë mendoj që Maqedonia duhet të njihet më shumë botërisht, Maqedonia duhet të jetë e kyçur në çfarëdo lloj aspekti, qoftë nëpërmjet të projekteve, qoftë nëpërmjet të granteve të ndryshme, kredive të ndryshme që i marrim. Neve patjetër si shtet i vogël na duhet fuqizimi i tillë, por edhe tash dua ta përmendi patjetër që atë shumë është i keq përdorur e i vjedhur ky shteti jon që nuk na kanë mbetur mundësi të tjera, kështu që patjetër e kemi që të gjejmë alternativa ose mundësi për ta ngritur pak standardin dhe për ta kthyer në normalitet gjithë atë që tani e kemi në zero në çdo aspekt të sferës tonë, fatkeqësisht.
Kjo ishte edhe pyetja të cilën u parashtrova pak më herët duke parë edhe krahasuar edhe vendet Shqipërinë dhe Kosovën kur flasim për ndërtimin e rrugëve dhe në këtë aspekt pengesat të cilat u paraqitën. Shpresoj se kam shumë bindje se do të i kalojmë dhe do t'i flasim këto në raste tjera. Cilat janë prioritetet tuaja për bashkëpunim rajonal në fushën e transportit, sidomos në kuadër të procesit të Berlinit edhe komunitetit të transportit? Qëndrojmë të fokusuar që rrugtimi jonë duhet jetë drejt përfshirjes në Unionin Evropian, në Bashkimin Evropian. Kjo padyshim duhet jetë fokusi jonë, duhet të punojmë me ndershmëri, me përkushtim, me modesti, me transparencë të plot, objektivitet dhe qytetarit i kthehet një shpresë në një person që është në një funksion politik, se vërtet dikush donë të punon dhe e ka marrë këtë me shumë pozitivitet vetëm për të ndihmuar dhe për të quar procese para, sepse ka një zhgënjim shumë të madh. Cilat mbetin prioritetet, padyshim korridoret. Korridori 8 dhe 10 janë kyçe, janë arterje, por gjithashtu kemi edhe pikat kufitare, përmirësimi i lidhjeve me fqinjet tanë ndërkufitare, siç ishte One Stop Shop në Blac. Unë e them që One Stop Shop është një gjë shumë e bukur që na ndodhi dhe na afroi më shumë me Kosovën. Komentet e ndryshme se nuk po funksionon e tjerë, unë mendoj që janë vetëm një defokusim, demotivim i panevojshëm dhe as që na ndikon fare, sepse ajo nuk është një pagesë rrugore, është një pikë kufitar dhe disa minuta që pritet aty janë shumë të arsyeshme, kështu që shumë mirë po funksionon dhe e them me shumë gëzim që nesër do të jetë pika e dytë kufitare që do të hapet One Stop Shop me Kosovën, është në Globoqic, në pikën kufitare Globoqic do të thotë me Kosovën. Pastaj kemi përmirësimin e infrastrukturës në total, por gjithashtu kësaj hekurudhore, do të thotë përmirësimin e infrastrukturës, sepse na duhet tek pjesa e hekurudhave, dhe gjithashtu kemi me Tabanocin që do të hapet shumë shpejt tenderi për One Stop Shop në pikën Tabanoc, por në linjën e hekurudhave, kështu që po shohim para vetëm të çojmë procese dhe projekte të cilat do të mirëpriten, do të duart trokiten dhe do të janë në shërbim të gjithë qytetarëve tanë. Nuk do t'ju thelloj shumë në pyetjet e politike, apo përmendëm ngërqim politik në Kosovë, por gjithashtu kemi edhe një situatë pak kaotike edhe në sferën politike në vendin tonë, por vetëm do të fokusohem në 11 pikat për 11 muaj të cilët i përmendet pak, i keni shkruar edhe në faqen tuaj në Facebook, gjithashtu i keni ndarë me qytetarët, përmendëm shumë nga ato dhe besoj se u përfshin, por mos kemi lënë diçka anash për qytetarët që të adresojmë në këtë klim politike, para zgjedhjeve, pas zgjedhjeve, pas që jemi mësuar që premtimet të zhduken ndoshta në një kohë të caktuar. Keni ndonjë mesazh për qytetarët tanë? Po, e vërtetë që kemi një situatë pak, të them, të papritur në politike në vendin tonë, aspekt të koalicionit tonë. Unë mendoj që ne po qëndrojmë shumë fuqishëm, madje jemi fuqizuar edhe më shumë me këtë, mund të them, ndryshim që ndodhi. Unë mendoj që ndryshimi i momentit, po flas, kjo ndarja që u bë e koalicionit nuk duhej të ndodhte, sepse unë qëndroj me përgjegjësi të plot ndaj atyre 107.000 votuesve të cilët për ne votuan, rrethuan numrin dhe na dhanë mundësinë për të dëshmuar, dhe ishte prerje në besë, unë kështu e shoh, prerje në besë dhe mos mbajtje e fjalës për interesa personal, për politika shumë të ulta të fshehta, por ajo që më bën përshtypje është se qytetari më nuk manipulohet, qytetari e din sakt se çfarë don dhe shef, domethënë, kur dikush punon me një sinqeritet të plot për të dhe ja ktheu shumë keq personave se individëve të caktuar, të cilët munduan që të bëjnë një destabilizim të vendit. Tani po shohim që njerëzit të cilët kanë qenë pjesë e partisë politike Alianca për Shqiptarët po kthehen aty ku e kanë vendin, duke qëndruar pas amblemës së tyre partijake po dhe koalicionit vlen në tërësi për t'i dalë zot gjithë këtyre projekteve. Unë vetëm për 10 muaj e shoh se sa po bëjmë, e shoh se në qoftë se don, brenda ditës mund të ecë shumë punë para, edhe kur nuk ke një pozitë edhe aq të fuqishme siç është ministrore e kështu me radhë, por nëse don dhe përkushtohesh, mund t'ja arrish. Kemi përmendur aty siç the Nora
shumë projekte të cilat i kemi numëruar, të cilat janë edhe lokale, janë të qyteteve të ndryshme, të fshatrave kështu me radhë, kështu që nuk po ndalem të asnjë në veçanti, unë vetëm po them ato çfarë po na presin, duke filluar nga nesër, me punë të mira, me shembull të mirë, me buzëqeshje, me modesti, mendoj që me përkushtim të plot dhe punë, unë mendoj që do të dëshmojmë dhe do lojmë puna jonë të flet për ne. Unë ju falenderojmë shumë që ishit pjesë e këtij emisioni, do të kishim shumë edhe për diskutuar. Unë do shfrytëzoj rastin t'ju uroj edhe për librin e publikuar, i cili është mjaft i rëndësishëm, por që s'ka të bëj me këtë emision, me tematikat të cilat i shtjelluam. Shpresoj se radhën tjetër do të kemi konkretisht të flasim shumë çka për projektet e realizuara. Nurata, faleminderit shumë për ftesën, ishte kënaqësi, faleminderit edhe për përurimin e librit. Libri do mbetet gjithmonë akademia, pjesa ime më e dashur, kështu që ishte një motivim edhe më i madh për mua që mbaj dhe akademinë afër vetes dhe nga ana tjetër të mundem të punoj edhe më shumë për qytetarët tanë. Faleminderit. Faleminderit juve. Të nderuar teleshikues, këtu edhe përmbyllim këtë bisedë. Shpresoj se keni marrë edhe mesazhet e caktuara në lidhje me marrëveshjen Korridorin 8, gjithë ajo që na preokupon dhe i kemi syt ka hajo si shqiptar, rrugën Tetov-Prizren e shumë projekte dhe premtime të cilat i tham këtu. Shpresoj se radhëve tjera do t'jemi si shtash edhe në proces të realizimit të këtyre projekteve dhe do të flasim për suksese të arritura. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj. Natën e mirë.